Kreu demokrat Sali Berisha pas daljes nga SPAK-u paraqit pas një padije të Irena Gjokës, gjykatës posaçme tha se ka informacione të shumta por nuk ka ndërmend të tregojë burimet. Ish kryeministri tha se nuk e ka fyer dhe as ka shpifur ndaj Irena Gjokës me 5 mbiemra, por i ka drejtuar një pyetje nëse ka pasur një bisedë me Elket Hysenin ku është folur edhe për 500.000 euro. Jemi në kushtet kur Shish është në shërbim të Ergysa Gasit dhe karteleve të drogës. Kush e informoi Troplinin? Unë s'mund të them që është Irena Gjoka, pasi ajo ja dorëzoi Altin Domanit, theksoi Berisha. Kreu demokrat ka ndër të tjera se nuk ka ndërmend të tregojë burimet e tij, ndërsa theksoi se qytetarët digital janë ata që e furnizojnë me informacion. Ai theksoi se ai që i jep informacione Kreu demokrat tregon se ka besim te ai dhe synon që ato të bëhen publike. Berisha ju rikthye akuzave të mëhershme ndaj Irena Gjokës, për të cilën tha se është dëbuar nga Greqia dhe ka falsifikuar formularët në procesin e vettingut duke fshehur dënimin. Irena Gjoka duhet të shkonte në burg, tha Berisha. Berisha qëndroi përballë hetuesit të Byros Kombëtare të Hetimit për rreth 50 minuta pas një padieje gjyqtarja e gjykatës posaçme Irena Gjoka depozitoi në SPAK. Prokuroria speciale ka nisur hetimet me akuzën e fyerjes së gjyqtares, ndërsa gjithçka ka të bëjë me një pyetje që i është drejtuar Irena Gjokës për një shumë prej 500.000 eurosh. Në momentin që mbërriti në SPAK para se të hynte në ambientet e brendshme, Berisha tha se nuk i njeh dosjet konkrete, por natyrisht si institucioni bashkëpunimit me krimin ka me qindra mijëra qytetarë, të cilët këtu kanë zemrimin e madh, kanë probleme të mëdha, tha ai. Dora e mafjes, dora e qeverisë është kudo, thot Berisha.